Dashi, sot do të jeni gati të bëni çdo sakrificë për ta mbajtur marrëdhënien tuaj në rrugën e duhur. Zemra do t'ju udhëheqë dhe partneri do ta ndjejë dashurinë tuaj më fort se kurrë. Beqarët kanë fatin në anën e tyre. Jupiteri dhe Venusi do t'i ndihmojnë të takojnë personin që kanë ndërruar prej kohësh. Në planin financiar çështjet e parave do stabilizohen dhe do ndiheni më të qetë. Demi, dashuria do të mbizotërojë sot në jetën tuaj. Partneri do t'ju dëgjojë me vëmendje, do t'ju kuptojë dhe do të jetë gati të pranojë çdo gjë që dëshironi. Dashuria e tij është më e thellë se sa e kishit imagjinuar. Beqarët do ndihen pak të pasigurt, ndaj është më mirë të presin momentin e duhur për të vepruar. Në planin financiar mos i besoni vetëm intuitës, kurseni dhe tregoni të kujdesshëm. Binjakët, një ditë plot surpriza ju pret. Venusi do të krijojë një atmosferë magjike në marrëdhënie dhe do të ndjeheni të lumtur pranë partnerit. Nuk do dëshironi të kaloni asnjë çast të ndarë prej tij. Beqarët do tregohen disi kapriçoz dhe do refuzojnë disa ftesa. Kujdes, mund të humbisni dikë me vlera. Në planin financiar mos nxitoni për të pasuruar. Fitimet e shpejta nuk janë për ju sot. Gaforia, yjet do mbrojnë lidhjen tuaj dhe do e mbajnë të qetë atmosferën në çift. Mund të ketë ndonjë debat të vogël, por asgjë serioze. Beqarët do kenë takime interesante dhe mund të hedhin hapa drejt një historie të re. Në fushën financiare, jeni vigjilent, një vendim i nxituar mund t'ju sjellë pasoja të rënda në ditët në vijim. Luani, dita e sotme do të sjellë përmirësime në jetën tuaj dashurore. Partneri do të jetë më i kujdesshëm, më i butë dhe gati t'ju plotësojë dëshirat. Do ndjeheni të dashuruar dhe të vlerësuar. Beqarët mund të nisin një lidhje pasionante, por jo të qëndrueshme në kohë. Në aspektin financiar do veproni me maturi dhe do arrini të shmangni çdo rrezik. Virgjëresha, dashuria do të jetë në ajër, pasion, emocione dhe ndjenja të forta do t'ju përfshinë gjatë gjithë ditës. Partneri do t'ju bëjë të ndjeheni si në një përrall. Beqarët megjithatë do tregohen mosbesues ndaj personave të rinj dhe do hezitojnë të hapin zemrën. Financat do të mbeten të qëndrueshme fal organizimit tuaj të mirë. Peshorja, një ditë me tensione për ata që janë në çift. Komunikimi do të jetë i vështirë dhe do ndjeheni sikur flisni në gjuhë të ndryshme me partnerin. Ruani qetësinë dhe mos insistoni për t'ju dalë e juaja. Beqarët përkundrazi do të kenë mundësi të njohin dikë të veçantë. Hapeni zemrën dhe mos keni frikë nga ndjenjat. Në aspektin financiar shmangni rreziqet dhe mbajini buxhetin nën kontroll. Akrepi, mosmarrëveshjet në çift janë të mundshme, por do kalojnë shpejt nëse ruani durimin. Mos e shikoni çdo debat si fundin e botës. Çdo marrëdhënie ka ditë me re. Beqarët do gjejnë guximin të shprehin dashurinë e tyre dhe kjo mund t'u ndryshojë jetën. Financat do jenë në nivel të mirë, mjafton të mos jeni shumë ambicioz për fitime të menjëhershme. Shigjetari, sot do të ndjeheni të qetë dhe të lumtur pranë partnerit, do bisedoni për tema të rëndësishme dhe do planifikoni së bashku të ardhmen. Beqarët ende nuk janë gati për një lidhje serioze, por do shijojnë njohjet e reja dhe flirtet e lehta. Kujdes me financat, mos bëni shpenzime të panevojshme, përndryshe mund të përballeni me surpriza jo të këndshme. Britsjapi, pas disa ditësh të vështira sot marrëdhënia juaj do qetësohet, do gjeni mirë kuptimin e munguar dhe do e forconi lidhjen tuaj. Beqarët do kalojnë një ditë të bukur në shoqërinë e miqve dhe nuk do ndihen as pak vetëm. Në aspektin financiar, ruani ekuilibrin, çdo shpenzim i nxituar mund t'ju vendosë në vështirësi. Ujori, besimi do të jetë fjala kyçe sot në jetën tuaj në çift. Do ndjeheni gati të bëni hapa të mëdhenj dhe ardhmja premton shumë emocione. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme pa zhvillime të veçanta. Megjithatë, kujdes me financat, mund të përballeni me disa tronditje që do kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Peshqit, sot mund të përballeni me disa sfida në marrëdhënie, por mos u friksoni. Dashuria dhe mbështetja e partnerit do t'ju ndihmojnë t'i kaloni. Beqarët do ndihen të pasigurt dhe do hezitojnë të përgjigjen ftesave romantike. Në planin financiar, situata do përmirësohet ndjeshëm, duke ju sjellë optimizëm dhe lehtësim shpirtëror.